katër vrimat që i përmende. Është njëra, sidomos vrima e drenazhës, që mbyllet pak ma vështirë. A është normale, pacienta ta duhet me u shqetësu pastaj? Drenazha nuk është një procedurë që bëhet e krejt pacient. Apo? Tek pacient që kanë komplikime gjatë operacionit. E komplikimet përfshihen prej gjakderdhjes, prej shpërthimit e idhëzës, idhëza mund të jetë e kalbun, e inflamume, shumë e vështirë për me u hjek. Në gjatë procesit, idhëza mundët me u dëmtu, me u shky dhe langu i idhëzës me rjedh bark brenda, ose gurt me ra brenda në bark. Tash na pasi ta hjekim idhëzën, se është material i keq për me u lënë brenda, ne pastaj i mbledhim krejt gurt, i marrim gurt dhe e shpërlajmë langun që ka qenë brenda. Po shpërlamja, barku, hapësira e barkut, është një hapësirë që zen shumë lang, është hapësirë shumë e madhe. Kështu që kur ne e shpërlajmë pacientin, i vendosim një gyp, një drenazhim, që ajo pjesë e langut që është për shkak të shpërlamjes tonë, që ne e kemi bo, me dal jashtë përmes drenit, përmes drenazhës. Në momentin që plagët mbyllen dhe ne i mbyllim i qepni, atër në trupin tonë, në barkun tonë, krijohet një presion negativ, kështu që çkado që ka langa e nxjerr jashtë. Për këtë arsye, mas 24 orëve në shumicën e rasteve, na i heqim drenin. Po kur prej jashtë shifet një pacient që ka pas një dren gjatë procedurës heqjes idhëzës, ne nënkuptojmë që operacioni ka qenë i vështirë. Ka qenë i komplikuar dhe ka qenë i vështirë.